të ka nga një xhami, kudo që të shkosh, çdo lagje ka nga një xhami, çdo qendër tregtare ka nga një xhami, një dhomë falje ku ti mund të falësh. Po ashtu dhe çdo cep ta zëm një park e ka nga një xhami, kudo ka nga një xhami dhe sigurisht namazi nuk mund të kursesit për të humbur. Dhe kjo është gjë më e bukur. Adhanin ose thirrjen për të falur dëgjohet kudo, por sigurisht dëgjohet në atë formë që është jo shumë as që të duket sikur të duket si ulërim apo etj, është në një mënyrë që në një frekuencë që të gjithë mund ta dëgjojnë, por edhe nuk dëmton, domethënë pjesën e dëgjimit etj, që në krahasim me vendet e tjera që ndoshta altoparlantin e vejnë atë shumë të lartë, të mikrofonin etj. Këtu jo, shteti është kujdeset shumë për vendasit e tij në çdo gjë, në i ndihmon dhe ka Arabia Saudite ka një përparësi shumë të madhe, një përparim shumë të madh, sidomos në fushën e teknologjisë. Çdo gjë bëhet nga një aplikacion telefoni, nuk ke nevojë të mbash radhë të gjata apo ku diun të shkosh nga një zyrë në tjetrën, në sekond ti mund të vi ta zëm aplikon për një kartë debiti, a kreditit të vjen direkt në shtëpi, ose nuk ke nevojë të futesh në bankë, ke siçka ATM në banka, ti mund ta printosh direkt kartën e kreditit apo debitit dhe e merr direkt në dorë, jo të presësh si në Shqipëri 10 ditë për të dalë një kartë banke. Çdo gjë bëhet nga telefoni, me një takim telefoni ti mund të bësh pagesa, nuk ke nevojë edhe ti mbash kartat fizikisht, thjesht e vendos në telefon. Nuk ka nevojë për të mbajtur kuleta, tashmë edhe ajo keshi nuk ekziston më, lek në kesh, o para në kesh, thjesht nëpërmjet teknologjisë ti mund të bësh pagesa të ndryshme. Ka shumë biznese, kompani të mëdha që ekzistojnë këtu në Arabi dhe që shumë punonjës nga vende të ndryshme të botës, nga të gjitha kontinentet vinë e punojnë këtu. Mund të gjesh apartamente, normalisht qërat nuk janë shumë të lira, por që zakonisht kush punësohet nga një kompania i ofron një paketë që është shërbimi shëndetësor, shpesh kompanitë e kanë VIP, shërbimin shëndetësor, kartë shëndeti, mund të ofrojnë para për qira ose mund të ofrojnë compound, që është një komunitet me shtëpia